po. A ju kujton diçka kjo pyetje? Përgjigje po. Kur lexoj këtë paragrafin e dytë kam diçka që duhet të them nuk doja të nënkuptoja se ai kishte shkuar të takohej me zotin Demaçi. Demaçi ishte figurë publike e këtij qëndrimi të ashpër të panegociueshëm, por nuk kam patur kurrë përshtypjen udhëheqësi vetë shpallur, pra si ty ky, që kishte në të vërtet një pozitë për të thënë dikujt ndonjë gjë, pra unë e kuptova këtë që ishte më shumë si qëndrim kolektiv nga njerëzit që ishin në Kosovë, që ky nuk mund ta pranonte një gjë të tillë. Pyetje, faleminderit, të kalojmë tek gjykatës, do të dorëzoj faqen kopertinën e librit në që është DHT 08 787 deri në DHT 0924, është pjesa në tërësi dhe ne do të dorëzojmë për pranim në prova faqen DHT 08 787 deri në DHT 08 927. Gjykatës mikrofoni fikër, zoti Paçi jo, gjykatës DHT 08 787 deri në DHT 0924 në faqen DHT 08 927 pranohet, zonja sekretare. Sekretarja, faleminderit. Besoj se ishin dy faqe, ballina dhe faqja që i paraqitëm dëshmitarit. Gjykatës mikrofoni është i fikur. Sekretarja, në rregull, këto dy faqe marrin numrin e provës materiale 1D0045. Klasifikimi është publik. Nishetit, faleminderit. Ambasador Hill. Si përfundoi konferenca e Rambujës në shkurt të 99-s? Përgjigje. Fillimisht nuk dukej sikur ishte e suksesshme. Dukej sikur të dyja palët e kishin refuzuar marrëveshjen e Rambujës, kushtet e kësaj marrëveshje. Por ditën e fundit, Beton Suroj, i cili kishte kapacitetin intelektual dhe bot kuptimin, ta kuptonte që nën kuptonte refuzimi kësaj marrëveshje të Rambujës dhe kuptoi se kishte shansi i fundit për kosovarët, ju drejtua delegacionit kosovar dhe doli me një propozim shumë të mirë, të cilën ja dha ministrave të jashtëm dhe tha: ne, shqiptarët e Kosovës, e pranojmë propozimin, por duhet të kthehemi dhe t'u paraqesim këtë propozim popullit ton. Kështu që ne këto e morëm si pranim. Dhe ideja ishte që ne do të mbështesim delegacionin shqiptar. Sidoqoftë nuk u nënshkrua marrëveshja dhe Beton Suroj sugjeroi dhe u pranua që do të ktheheshin 3 javë më pas ta nënshkruanin pasi të kontaktonin popullin e tyre. Dhe kështu ndodhi në fakt. U kthyen, u bë ceremonia e nënshkrimit në Paris. Kishte 3 përfaqësues që përfaqësonin 3 grupet e ndryshme dhe këta persona nënshkruan marrëveshjen dhe këtu përfundoi dhe Rambujeja. Ne e dinim që si kishte filluar kishte një përshkallëzim dhune në terren prej serbëve dhe ne e dinim që me të ngjarë kjo do të kërkonte që NATO të ndërmerrte veprime. Mishetit, faleminderit. A ju kujtohet kujt ju drejtuan nga populli, me cilët do konsultoheshin? Përgjigje, unë nuk e di me kë janë konsultuar në fakt, po kam përshtypjen se ishte punë e tyre të takoheshin me grupime të ndryshme në fakt, jo një person konkret. Jo domosdoshmërisht një grup udhëheqësish me të cilët duhet të bisedonin. Duhet të shkonin në për bjeshk, në për zonat të ndryshme, të përpiqeshin në thonjë se ta shisnin marrëveshjen. Prandaj duheshin dhe 3 javë. Unë nuk e pata përshtypjen
se nuk do të realizohej kjo. Veton Suroj e kishte kuptuar se do të shpjegoj njerëzve kjo marrëveshje, atëherë kjo marrëveshje do të pranohej. Pra në thelb kjo ndodhi në fakt, u kthyen në Kosovë, folën me përfaqësues të ndryshëm të zonave, nuk më kujtohet ndonjë të më ketë thënë që folëm me X-in dhe me Y-in, nuk më kujtohet më kanë thënë ndonjë emër konkret u udhëheqësi. Por ideja ishte të kuptoni nëse kosovarët përgjithsisht do ta mbështesin apo jo këtë marrëveshje. Mishetiç, faleminderit. Në rregull, i lutem sekretarisë të seancës të vendosë në ekran prova materiale P1076. Ambassador, this is Ambasador, ky është një kablogram. Ju lutem shkojmë pak më poshtë që të shohim ku është data. Apo lart. Më lart, ju lutem. Këtu. E shihni datën? Përgjigje. Shoh datën e deklasifikimit në të majt. Ka qenë shkurti 99-s. Më duket se ka qenë 25. Po, 25. Poshtë fjalës konferencë. Shkojmë tani më poshtë në tekst. Te pika 1 thuhet: me udhëzimet të koms, sot pasdite, shefi i Kidomit Burns e shtriu ftesën përmes zëdhënësit të UÇK-s Jakub Krasniqit dhe antarëve të tjerë të shtabit të përgjithshëm Hashim Thaçi dhe Rambujës. Krasniqi shprehu mirënjohjen për ftesën dhe tha se UÇK-ja me kënaqësi e pranonte një ftesë për Shtetet e Bashkuara. Për qeverisë së Shtetet Bashkuara. Tha se të konsultojmë më njëherë me kolegët për kohën, po do të ishte parapëlqyeshme për delegacionin e UÇK-s të shkonte në Washington më njëherë para takimit të konferencës së Rambujës për shkak të problemeve që kishte tashmë delegacioni i UÇK-s. Krasniqi tha që do ta kontaktonte sa më shpejt Burns. Shohim tani faqen tjetër. Pra me sa kuptojmë është bërë një ftesë UÇK-s të shkojë në Washington. Paragrafi 4 thotë: ndërkohë që presim që të sqarohen ujrat, Miles, që është shefi i misionit, por ky është përgjigje po. Ambasadori Hill dhe shefi i Kidomit Burns po ashtu besojnë se është e rëndësishme që të përfshihen komandantët ushtarak në këtë delegacion. Ata janë pikërisht personat që duhet ta kuptojnë se ç'në kupton tranzicioni i UÇK-s në institucione demokratike. Në pritje të rezultateve të diskutimeve të brendshme aktuale të UÇK-s, rekomandojmë që të ndiqet që të merren parasysh më falni komandantët ushtarak të UÇK-s si pjesë të delegacionit. Komandanti i re i UÇK-s Sulejman Selimi, ndryshe Sultani, Selimi dikur ka drejtuar zonën e kryesore të Drenicës në Kosovën në pjesën qendrore të Kosovës dhe është një nga themelues të UÇK-s, pretendon që është shumë afër me Hashim Thaçin, vijon më poshtë teksti, më poshtë ju lutem. Remi dhe Selimi konsiderohen komandantët më të rëndësishëm të UÇK-s, edhe është një nga kundërshtarët kryesor të Rambujës. Pra, a ju rifreskon kujtesën kjo për një udhëtim në Washington dhe propozimi që është bërë për të përfshirë disa komandantë në mënyrë që të ishin në krahun tuaj? Përgjigje, duhet kuptuar kjo. Këto kanë qenë propozime që janë bërë prej Sean Burnsit. Sean Burnsi na ka propozuar kush ishte lojtar kryesar, kush duhej bindur. Udhëtimi drejt Washingtonit apo udhëtimet drejt Washingtonit përgjithsisht janë si një mënyrë për t'i zbutur në marrëveshje të ndryshme. Ndodhin shpesh në situata diplomatike. Pra nuk është e pazakontë të kesh udhëtime të këtij lloji. Por më duhet të them se disa prej këtyre propozimeve tregojnë se ka më shumë strukturë
se që besojnë se kishte në realitet. Për mua këta ishin thjesht persona, individ, që duhet i bindim, dhe nëse do t'i sillim në Washington për të bindur, atëherë kështu bëft. Por nuk jam tërësisht dakord me përshkrimet këtu, se kush kanë që në realitet dhe çfarë kanë bërë. Nëse punon në shtëpinë e bardhë, do të hezitoje që persona të tillë të takonin presidentin nëse ishte kjo idea fillestare. Do se nuk përmendet këtu. Por duhet të parë, kjo ka qenë thjesht një ide që të përpiqeshim që Kosova t'i thoshte po marrëveshjes. Dhe kjo është një analizë për të kuptuar se kush ishin lojtarët kryesor dhe se si mund t'i bindim këta persona që të merrnim një po.